Do të flasim tani për shkrimtarin Gostivara Sefer Selimi, i cili është shqiptari vetëm i cili me veprat e tij si artist është bërë pjesë e përmbledhjeve të tregimeve të radhës, si pjesë e projektit të kompanisë energjetike EVN, Kryo Liber. Selimi ka marrë pjesë me 3 tregime. Shkrimtari Sefer Selimi nga Gostivari është shqiptari i vetëm i cili me veprat e tij artistike është bërë pjesë e përmbledhjes së tregimeve të radhës, si pjesë e projektit të kompanisë energjetike EVN Kryo Liber. Selimi ka marrë pjesë me 3 tregime, dashuria e lindur nga vdekja, edhe sot, si dhe 2 heshta që gabuan kundërshtarin, të cilat i publikoi për herë të parë në kuadër të panajirit të librit në standin e shtëpisë botuese Tabernakul, ku promovuan tregimet e koleksionit të tretë të Kryo Liber. Selimi u shpreh se EVN-ja e cila inicioi këtë projekt ka nxitur shprehjet e të lexuarit tek të rinjët dhe njëkohësisht ka promovuar ata si shkrimtar. Arti në përgjithësi ka fuqinë për t'i dhënë imagjinatës formë, për më tepër arti i fjalëve përveç formës asaj jep edhe jetë. Gjithçka rreth nesh ndryshon, transformohet dhe zhvillohet, por ajo që ngelet përjetësisht janë veprat. Shpresoj që edhe kjo përmbledhje të ngelet një vepër e cila do t'i shërbejë qëllimit të saj mjaft fisnik. Falenderoj EVN-n që inicioi këtë projekt për të nxitur shprehjen e të lexuarit tek të rinjët dhe gjeneratat e tjera dhe njëkohësisht duke na promovuar ne si shkrimtar, tha Selimi. Sefer Selimi u lind në Gostivar më 6 gusht të vitit 1987. Fillimet e krijimtarisë së tij letrare janë të hershme. Në moshën 12 vjeçare botoi përmbledhjen e parë me poezi për fëmijë, 2 vargje fëmijësh dhe një vit më vonë përmbledhjen e dytë, ëndra fëmijërore. Shkruan poezi, prozë dhe ese. Selimi diplomoi në Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë së Universitetit të Evropës Juglindore dhe nga viti 2014 mban titullin magjistër i shkencave politike nga Universiteti Ndërkombëtar i Strugës. Aktualisht punon në komunën e Gostivarit dhe është koordinator i Këshillit Rinor.